Fillojmë me pjesën e dytë të tabelës. Këtu I kemi 4 fusha, I bashkojmë dhe I zgjedhim djathtas në mes djathtas. Fusha e dytë I bashkojmë djathtas në mes. Fusha e tretë I bashkojmë djathtas në mes. Dhe fusha e katërt I bashkojmë djathtas në mes. Në fushën e parë, dytën, tretën dhe të katërtin I shënojmë shënimet përkatëse të cilat I kemi pas sipas detyrës. I shënuam shënimet, po e nota maksimale, po e nota minimale, po e nota mesatare dhe numri studentëve po e më madhe të 79. Ta kemi të qartë se këtu duhet me shënu funksione përkatëse të cilat I bëjnë llogaritet përkatëse. Nota maksimale. Mundi me thirr funksioni, po mundi me shkruaj se është max. E hapim klapën te këtyre vlerave. E mbyllim klapën. 85 e bëjmë mbushjen dhe e gjajmë vlerat maksimale. Vlera minimale është min, barazim me min, e hapim klapën, I zgjedhim studentët për bordin, kemi 0, 40, 30.25, edhe këtu e kemi 5. Nota mesatare është averazh dhe e zgjedhim, e mbyllim klapën, e mbushim tash me këto vlera dhe e definojmë notat mesatare. Dhe në fund, numri studentëve me poena më të madhe 79, count if, e hapim klapën, tash e kemi vargun, ku marruam me shënu barabart me count if, e hapim klapën, e kemi vargun, këtu në kompresje, jo pikpresje, edhe kom kriteriumin. Ma madhe se 79, e mbyllim thojzat, e mbyllim klapën dhe e kemi këtu 0. H4, pani këtu ku nga buës, është E, 10, dhe këtu I kemi 3, këtu I kemi të Exceli 0, kurse e kemi 1 të vendosim në mes, njëjt edhe veprojmë edhe me këta numra tjerë, I vendosim në mes, e përcaktojmë numrin me 2 shifror, ok, dhe këtu e përcaktojmë numrin me 2 shifror, Kështu tash në vetëm me e definue kornizat e tabelës. Shkojmë I zgjedhim kornizat. Në këtë rastin ton janë stabilisht, e anulojmë se I ku pas 2 vija, e zgjidh llojin e vijës, një vijë, dhe tash mundi me I definuar këto kornizat. I shëllim poshtë vertikalisht.
Dhe në fund shkojmë tash e zgjedhim llojin e vijave ma të plota dhe e kemi këtë pjesën këtu vi ma të plot, vi ma të plot, vi ma të plot. Në tonë këtë pjesa këtu që është tonë, kurse të tjerat janë krejt me kornis. Njëjtë. Dhe kështu ne e zgjidhëm pjesën e parë të detyrës. Shqiconi, detyra duhet të jetë ashtu si që është e vendosur në flet, me krejt shënimët, me thonë dhe masi. Këtu i patëm të llogaritur, shkojmë dhe e mushim këto në ngjyrë, si pas asaj që kemi pasi që ka qenë llogaritur, si dhe këto vlerat këtu, i mbushim dhe këto vlerat këtu, që cilat janë të llogaritur, i mbushim dhe tash është përfunduar tabela me të gjitha shënimet e veta.